Po t'i tregoj një histori nga familja ime. Babi im ishte shumë i gjatë dhe i kishte këpucët 45-46. Qeqi jaka? Po, në kom dojnë. Kam dalë, po. Edhe unë, nga që isha për tace për gjetur shapkat, shpesh visha këpucët e babit dhe lexoja në balkon, po ishim 4-5 dhe nuk ishte puna që ishim vetëm 4-5, po ishin edhe disa palë shkallë që ta rrije ke baza e pallatit. Kush qeshi? Bujaka. Po, kom qesh. Kam qesh. Do ta tregoj se kam qef. Ta tregoj? Vazhdo. Edhe një atë dite isha në balkon, pra në katin e 5, kishte kat si për nesh, kisha nxjerrë dhe këmbët për vazi i balkonit, edhe isha duke lexuar. Kur dëgjoj poshtë zërin e mamit. Ismail! Ismail! Unë nuk besoja që isha unë, kupton? Edhe ajo, dhe vazhdoja leximin. Lani përgjigju! Lani përgjigju! Ua, thash unë. I ka maruar, Lani t'ja tregoj se e kam kujtim shumë të bukur familje këte. Lani përgjigju! Ua, thash unë. Si shko punë? Si as kokën unë? Që në këti mu gjithë